Lezoja kapitenin Hud. Kapitina Hud e Shemeran pejgamber të rëmë. Që ka thonë Nuhi a.s. Që ka thonë Ibrahim a.s. Që ka thonë Hudi a.s. Që surja ka amnetin e më, që ka një? Pejgamber të tjerë që ka thonë, Salihu që ka thonë a.s. Në qëka i ka thonë popën e tyne? Pas të mësosë për Ibrahimin e Sam, për kokën e krejtëve dhe kurorën e pejgamberve Muhammedi a.s. I ka thonë besim. Dhe duhet njerëzëm me mësu besimin. Po për me mësu njerëzëm besimin, duhet me ditë vetë besimin. Qëka në kuptojnë besu në Allahun te barekutaala? Qëka është shirku? Qëka është mi bu Allah shok në adhurim? Qysh beson një njeri në Allahun drejt? Na besojmë se Allahu Gjelle Wala është krijuesi. Na besojmë se Allahu Gjelle Gjelalu është furnizuesi. Të gjitha çështjet janë dorë të Allahut te barekutaala. Nuk ndodh asgjë pa lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Aja është i gjithdijshmi. Na besojmë se i tërë adhurimi me gjithë kuptimin e tij të kërkon vetëm Allahu te barekutaala. Dashuria, frika, shpresa, mbështetja në Allahun te barekutaala. Këto janë njësi të adhurimit të Allahut te barekutaala. Por ulja, nënshtrimi, pastaj edhe gjitha ato të tjera që kanë të bëjnë me adhurimin në Allahut te barekutaala. Adhurimi prek zamrën, adhurimi prek gjuhën, adhurimi prek gjymtyrët, e tërë qenia e njeriut organizohet në frymën e adhurimit të drejtë Allahut te barekutaala. Gjitha këtu i kanë detajt e veta. Me gjitha këtu janë marrë pejgamberët me prioritet janë marrë që kjo është çështje madhore, çështje e rëndësishme.